Ne tani me jemi shprehur disa herë që nuk jemi të gatshëm që të kemi marrëveshje politike. Kryetari i Kuvendit zgjedhet në dy forma, ose me marrëveshje politike, ose duke sjellur një kandidat i cili do të ishte i pranueshëm, e ne kemi potencuar disa herë që për Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk ka asnjë kandidat të cilën do ta votonim pikë së pari për shkak të historisë së tyre, për shkak që janë shkelës të vazhdueshëm të Kushtetutës. Ju e keni pa edhe pas betimit që e kanë dhënë në Kuvendin e Republikës së Kosovës si deputet, të njëjtit vazhdojnë të dalin në zyre dhe i kanë marrë peng institucionet e Republikës së Kosovës, që nënkupton këta kanë shkelur betimin e deputetit dhe rrjedhimisht Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Dhe për këtë dua t'ju informoj që një grup i juristave të Lidhjes Demokratike të Kosovës tani më është në proces të finalizimit të kallëzimit penal, të cilin besoj që shumë shpejt nesër po presim që ta dorëzojmë. Ju e dini që ka pasur histori, na nuk jemi mbretëri, nuk mbesin institucionet e thata, për shkak se në secilin ministri ka zavenca dhe zavenci mund ta kryejë funksionin në momentin kur aty mungon ministri, ose të njëjtit nuk është dashur që ta bëjnë betimin si deputet, sepse neni 72 Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili flet për papajtueshmërinë, e thot qartë. Domethënë, edhe sipas interpretimit të tyre, sepse deri me dje, deri sa e kanë bërë betimin, këta janë lidhë që flitet për 2 legjislatura të ndryshme, kurse tash po flasim brenda legjislaturës. Deputetët, të cilët e kanë bërë betimin si deputet, njeni 72 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Jo, nuk është çështje, veç pak, ju lutem, nuk është çështje e interpretimit, sepse njeni 72 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës e tregon qartë, dhe na tani kemi historitë e institucioneve kur kryeministrat ose ministrat nuk e kanë bërë betimin derisa e kanë dorëzuar detyrën, në qoftë se ata kanë dashur që të vazhdojnë të rrinë në detyrë. Për ndryshe, unë si ministre, kur kam bërë betim, domethënë paraprakisht kam dhënë ndërheqje, kam dorëzuar detyrën një ministri tjetër në detyrë dhe kam bërë betimin, por nuk jam kthy më në institucione. Dosja në këtë pikë ka përgjegjësinë kryesore për zhbllokimin e institucioneve dhe konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës.